A duhet me vdek dikush, me alevanos dikush, me shku me ndinë shpet me marë, e me thonë tash, ne këtu, kur flasim për sigurinë punë, mbase po mendohet vetëm dhe punëtorët e ndërtimtarisë. Po është kjo një fush ku rrezikohen punëtorët, por mos harroni se pothuajse në çdo lami të punësuarit rrezikohen në një farë forme. Për të gjithë duhet kujdesen mekanizmat e paraparë me ligj se në çfarë kushtesh po punojnë, në çfarë rreziku i nënshtrohen, cila është përgatitja e tyre për punën që i kryejnë, cila është përgjegjësia e subjekteve, bizneseve, atyre që janë përgjegjës në biznese për mu kujdes për sigurinë punë. A din ata vetë mas pari çka është siguria në punë? Me një fjalë, pyetja është se sa ne si shoqëri i kemi kushtuar kujdes para ndalimit, aftësimit këtyre njerëzve që të kujdesen për sigurinë e punëtorëve tyne, besa edhe përgjegjësisë për mos sigurimin e kushteve në punë. Po flasim për ndërtimtari sepse është e vërtetë që aty janë më shumë të rrezikuar. Është njëri prej sektorëve avokat që konsiderohet me rrezikshmërinë më të lartë. Po, pajtona që është me rrezik më të lartë, pajtona që punëtorët edhe punojnë kushte të rënda, pajtona që punëtorët janë shtresa, si më thonë, edhe materialisht më rrezikuar, punojnë kushte, pranojnë kushte shumë të rënda, por duhet të kemi parasysh se ligji në farë mënyrë nuk po duhet mi shpall përgjegjësh tash, sepse kam respekt posaçëm për këta punëtorë të ndërtimtarisë, por edhe këta duhet të kenë kujdes pak për mbrojtjen e punë. Por jo pa arsye, po sjellëm mendjen e juaj se nuk duhet t'i harrojmë për te punëtorëve të ndërtimtarisë